Përshëndetje miq. Një nga paradokset e politikës shqiptare dhe që po shfaqet tani gjatë fushatës elektorale janë këto partitë e reja në thonjza që mbasi kanë qenë liderët e tyre, kryetarët e tyre për disa mandate deputet në Parlamentin e Shqipërisë, e çfarë nuk kanë bërë, e çfarë pazaresh me këta të pushtetit kanë sajuar, tani na paraqiten si forca të reja. Nuk janë gjë tjetër veçse një jashtëqitje e Partisë Demokratike nëpërmjet zorës së trashë të Sali Berishës. Po kush janë? Po a tregoj, njëri është Kaka, njëri është Bajga dhe tjetri është Kakërdhia. Ti shikojmë këto jashtëqitje që as halet nuk kanë vende për to. Kaka e Sali Berishës është si ajo kaka e hollë që të zë dhe s'di ku të vesh me vrap ta lëshosh, domethënë, bëri ças bëri dhe tani kërkon të bëhet deputet prap. Ja dhe ky Bajga që ka bërë një parti dhe semri se di se si e ka nuk më kujtohet, por që ka dhe ca Bajga të tjera që lapin dhe s'ka gjën të rezi. Por kjo është Kakërdhia. Kakërdhia është më e rrezikshme se kur e shikon të vjen për të qeshur dhe nuk e quan, po mban viruse më keq se ato tjerat. Eksperienca e historisë së shkurtër politike gjatë kohës së demokracisë të Shqipërisë ka treguar se këto grupime, këto jashtëqitje, si nga njëra parti e vjetër, si nga tjetra, gjatë viteve nuk kanë pasur asnjë lloj rezultati. Ndaj mos i votoni se do e çoni votën dëm për këto figura që ju gënjejnë dhe ju mashtrojnë.